Të dashur miq të televizionit Nova, përshëndetje nga studio hapur këtu në televizionin Nova. Për dallim për emisioneve të tjera, sot kemi vendosur që ta ndryshojmë kajen dhe dinamikën e këtij emisionit. Kemi sjell vetëm një musafir sipas meje të veçantë, por shpresoj edhe për ju të jetë i tillë, për shkak se veprimtaria e tij, do thotë jeta dhe vepra e tij kanë bërë që të jetë i tillë. Jo vetëm pse është në skenën aktuale politike këtu në vend, mirë po e kaluara e tij, do thotë ka bërë që të ketë një simpati të veçantë tek elektorati shqiptar dhe tek popullata shqiptare. Të dashur miq, për mua dhe për ju, sot në studion e studios së hapur këtu në televizionin Nova e kam generalin Gzim Ostreni. Zotri Ostreni, mirë se na erdhe. Me se u gjetëm, gjithashtu edhe unë i përshëndes shikuesit e televizionit Nova dhe u dëshiroj pushim të këndshëm në shtëpitë e tyre dhe kështu me radhë. General, të fillojmë para se të fillojmë me ato aktualitetet politike, na rrëfeni diçka për shikuesit tanë se kush është General Ostreni, ku ka lindë, ku është shkolluar kështu me radhë. Po unë jam i lindur në Dibër në vitin 1942. Aty e kam kry shkollën fillore. Pastaj prej vitit 57 deri në 61 kam kry shkollën normale në Shkup. Pas asaj normalisht kam hyrë në punë, kam qenë kryetari i rinis për një kohë të gjatë në komunën e Dibrës. Kam mbaru fakultetin filozofi dhe sociologji në Prishtinë. Gjithashtu kam mbaru shkollën për oficer rezerv, pastaj edhe shkollën e lartë, si që quajnë ato në atë kohë në Beograd, Visha Vojna Akademia, shkolla e lartë ushtarake. Kam qenë komandant i mbrojtjes në komunën e Dibrës në nivel të shtabit komunal, edhe normalisht pasaj ka ndodhur punët tjera, çështja e luftës të Kosovës, pjesëmarrja në të, në zonën operative të Dukagjenit si shef i shtabit, në krye me komandantin Ramush Haradinaj, pas asaj komandanti zonës së tretë, edhe duke vlerësu punën kualitative, më emëruan për shef të shtabit të përgjithshëm të trupave të mbrojtjes të Kosovës. Nga ajo pozitë u kyqa në luftën e ushtrisë qërimtare kombëtare në Republikën e Maqedonisë, edhe po ashtu isha shef i shtabit të saj deri në përfundimin e luftës. Gjëja që është shumë e rëndësishme, isha edhe ndër dëshmitarët të rëndësishëm dhe kryesor në gjykatën e Hagës 19 ditë për të dëshmu se në Republikën e Maqedonisë ka pasë luftë ndërmjet pushtetit edhe ushtrisë qërimtare kombëtare, se ajo nuk ka qenë grupe diverzantësh, grupe terroristësh, grupe të cilët kanë bë atentate, kanë bë dëm në popullatën, por ka qenë një ushtri e cila ka kërku të drejtat e shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë. Luftë kjo që mbaroi me marrëveshjen e Ohrit edhe ndryshimin e kushtetutës. General, po i kthehemi pak asaj jetës dhe karrierës ushtarake. Në ish Jugosllavinë do thotë të pakt kanë qenë ato shqiptar, do thotë mund t'i numërojmë në gishta, do thotë se kush ka arrit do thotë deri në pjedestalin më të lartë, ta them ashtu ushtarak. Sa ka qenë vështirë atëherë deportohet në ish Jugosllavinë? Sigurisht që ishte e vështirë. Unë kam qenë në pozicion të gradës nën kolonel, në realitet unë e kam pas gradën major. Do me thënë deri në fund. Konkurenca nuk ka qenë e madhe, por ka qenë kujdesi i palës sërbe, jugoslave, që shqiptarët mos hecin shumë përpara, në qoftë se ata nuk jenë të përcaktu për kombësi, të themi të deklarohen si jugoslav, të jenë të martu me slave, gra, sërbe ose të tjera, që të mund të hapet perspektiva për përparim në gradë. Para se të ktheheni, do thotë në luftën e Kosovës, ku ishit në ato momente dhe pse vendosët pikrisht të bashkangjitni rrallëve të ushtrisë qërimtare? Unë kam qenë komandanti i mbrojtjes territoriale në Dibër, siç thash, në nivel të komandantit, në formacion sipas gradës nën kolonel.
Kur filloi shpërbërja e Jugosllavisë, të themi pas 91-shit, konkretisht unë kam kërkuar që të largohem nga puna, me qëllim që në kohën kur unë parashihja se do të vije deri te lufta ndërmjet shqiptarëve dhe slavëve në Jugosllavi, gjatë shpërbërjes, gjë që do të mendoja se do të shpërndahet edhe në Republikën e Maqedonisë, kërkova edhe arrita që të pensionohem. Me qëllim që të mos e tradhtoj vendin e punës, për shkak se qenin e ushqen që ti mbron dhent, të mbron kopen kur bie ujku. Në që se ai bashkë me ujë që ti kthehet ta hën kopen, atëherë i Zoti duhet ta vrasat. Për të mos më ndodh kjo, a njëkohësisht për të qenë me shqiptarët, unë kam kërkuar që të pensionohem dhe arrita atë punë, u lirova prej obligimeve edhe pritnja të ndodh ajo që ndodhi. Ndodhi lufta në Kosovë, në atë kohë unë isha në Amerikë ke vajza, edhe prej atje kërkova rrugëtarje që ti bashkangjitem luftës, por ishte e vështirë. Ju kanë kontaktu juve strukturat e... Unë i kom kontaktu në Amerikë. Cilin prej atyre keni kontaktu? Nuk e mbaj mend emrin, po ishim të mbledhur aty të gjithë këta shqiptarët që jetojnë në atë rreth, edhe mbledheshin ndihma për ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Isha edhe unë në atë takim aty, edhe si mbaroi takimi me një anë, i thash aty se nuk ishte në atë kohë shumë e lehtë të mbajsh miting edhe pastaj të kthehesh përsëri në Maqedoni. Anësh i thash se jam i interesuar nëse kanë nevojë si e pror të kaloj në Kosovë. Atje është bë diskutim ashtu si është bë. Unë e pash se nuk mundem ashtu të kyqem, u ktheva në Dibër prej Amerike dhe pastaj prej Dibre gjeta rrugën edhe kalova në Kosovë në rafshin e Dukagjenit. Thatë se keni kontaktu, do thot keni qenë, do thot më të fondit, me njerëzit e fondit. Jo pas kyqjes, do thot në ushtrinë çlirimtare të Kosovës, keni qenë më afër me figurën e Ramush Haradinit. Po, Ramush Haradinit, Dautin edhe gjithë tjerët që ishin në atë zonë. Si u pritën juve me këtë përgatitje ushtarake? Unë mendoj se ishte shumë mirë, ishin mjaft të kujdesshëm. Unë atëherë kam qenë 58 vjetë, edhe normalisht u bëhe mundur që unë t'jap kontributin e nevojshëm në atë zonë. Zërani, në luftën e Kosovës e keni njoftu edhe Ali Ahmetin, apo më herët ka qenë njoftimi me të? Jo, unë me Ali Ahmetin jem taku para se të kaloj në Kosovë. Unë kam shku 2 herë në Shqipëri për të kalu në Kosovë. Radhën e parë kur shkova ishte diku 8 orë në ndorë i 98-ës, edhe mbasi u takova me njerëzit të nevojshëm, ata më thanë që do të duhet të pres për shkak se kufiri ishte shumë me borë. Ishte pa mund e kushtet atmosferike ishin të atilla, që unë nuk mund të kaloj një atje, edhe u ktheva, pastaj me njerë pas vitneri, veç unë isha i kyqur edhe dinja se ku do të duhet të shkoj, shkova përsëri, prap kishte vështirësi, por si do qofte kalum kufirin edhe dulëm në rafshin e Dukagjenit, u kyqëm në njësit komandën e Ramushit. Njoftimi me Ali Ahmetin si ndodhi? Njoftimi me Aliu ka qenë në atë kohë i ngarkuar, vepron në detyrat e veta edhe pasi mur vesh se jam unë ba përpara nuk e kam njohur, sigurisht edhe ai nuk më ka njohur, por me që e mur vesh se kush jam ose e ka ditë para prej takimit të parë e ka ditë se jam në takimin e dytë, kur jo nuk ishte më ai takim, por unë isha i vendosur edhe kisha hec. Atëherë ndau kohë edhe kemi qenë në një bisedë përbashkët, edhe si punë dreke, ta themi kështu, jo drek kush e di çfarë, po ulëm me një restorant aty, bisedum bashkë. Sigurisht se i keni lënë për shtypje për shkak se edhe gjatë përbërjeve të strukturave të ushtrisë çlirimtare kombëtare keni qenë një ndër figurat që keni qenë më afër me Ali Ahmetin. Jo, unë flasë këtë, pa me shku në Kosovë, kam pas këtë takim me Abazin. Pasi përfundoi lufta e Kosovës? Jo, pasi përfundoi gjatë luftës Kosovës, unë jem taku me Abazin, me Aliun, për shkak se ai vinte në Dukagjen.
Vinte në rrafshin e Dukagjinit, takoheshim aty bashkë me këta persona tjerë që ishin aty shok të vjetër. Mirë, po ju së bashku me Aliametin keni qenë një ndër figurat kyçe të cilët e keni bërë organizimin e ushtrisë shërimtare kombëtare këtu në Maqedoni. Po mund të thohet ashtu, Unë në kohën kur ka filluar lufta këtu, kam qenë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe normalisht më lajmëruan që ka filluar aktivitetet, unë atëherë isha shefi shtabit të përgjithshëm të trupave të mbrojtjes të Kosovës. E unë kam dhënë deklaratë edhe në gjykatën e Hagës se filloi lufta në Republikën e Maqedonisë, unë jam qytetari i kësaj republike dhe normalisht që unë nuk mund të rrinja larg ndodhive, prandaj u largova prej shefit shtabit të trupave të mbrojtjes të Kosovës edhe mora detyrën e shefit të shtabit të ushtrisë shërimtare kombëtare të Maqedonisë. Të kalojmë tash tek formimi i BDI-s. Pasi përfundoi lufta, u themelu do thot Bashkimi Demokratik për Integrim, ju keni qenë një ndër strukturat them në atë vijën e parë, së bashku me liderin e tanishëm të BDI-s, Ali Ahmeti. Tregom si ndodhi kjo, si ishte, kujt ishte propozimi për themelimin e BDI-s? Gjatë luftës, ashtu të temi, po sidomos nga fundi i luftës, normalisht që mendoheshim se çka duhet bërë më tutje. Si u nënshkrua marrëveshja e Ohrit, edhe u bën ndryshimet në kushtetutë, ne mendonim, siç mendojmë edhe sot në atë kohë, që shqiptarët duhet të kenë një parti politike e cila do t'i mbështet realizimin e amandamenteve të ndryshuara në Kushtetutën e Republikës të Maqedonisë. Nga kjo arsye, në atë kohë u organizu takim me partitë politike edhe u formu këshilli i asaj kohe për bashkimin e partive politike, ashtu që çdo parti do t'jepte, UÇK-ja do t'jepte në nivel të degëve nga 3 antarë, kurse partitë politike nga 2. Kështu që partitë politike, 3 parti ka 2, 6, edhe 3 të pjesëtarëve të UÇK-s të asaj kohe, do t'ishin 9 veta në kryesi, normalisht që pastaj do të zhvilloheshin e zgjedhjet në 9 degë, po kjo ishte për fillim, për shkak se kjo punë bëheshte në fund të 2001-shit, fillim i 2002-shit, kur zgjedhjet ishin në Prag. Këshilli filloi të funksionon. Unë nuk kam qenë antari këshillit, por punonja materiale për këshillin. Sidomos materialet lidhur me zhvillimin e forcave të sigurisë në Republikën e Maqedonisë, se si duhet të duken ato edhe çka duhet bërë. Pas bashkëpunimit një kohë, edhe kur veç fillon këta struktura të zhvillohen, atëherë në fund partitë politike, përfaqësuesit që ishin antarë të këshillit, si të them, hynë në debat mes veti se sipas ideve tyne kush është në drejt, kush nuk është në të drejt, edhe në fakt e prishën këshillin, kërkon prej përfaqësuesve të UÇK-s të thonë kush e ka fajin, PPD-ja, PDSH-ja ose cila parti. Ne thamë që nuk jemi gjykatës për të ndasë se kush ka fajin, jemi këtu në këshill që të bëjmë një parti të përbashkët. Edhe ai këshill u formu në saj të nënshkrimit të marrëveshjes mes këtyre partive, nënshkrimit i marrëveshjes që u bë para shtypit, para kamerave. Në këtë mënyrë këshilli u prish, duke ne na ngeli përshtypja, edhe unë e kam atë përshtypja se partitë politike në atë kohë kanë punu për ta zgjatë sa më andej zhvillimin e një partije të re politike, pra të mos krijohet, me qëllim që kur të vim para zgjedhjeve ata të jenë struktura të organizuara, ndërsa UÇK-ja të ngelen përsëri jashtë krejt kësaj. Me që u prish këshilli i përbashkët, atëherë ishte normale që neve të ngrem iniciativën për formimin e një subjekti të ri politik, i cili do të angazhohet për realizimin e marrëveshjes së Ohrit. Atë e bëm,
në Tetov, u kryua ajo kuvendit, të them ashtu, u propozu kryetari, u propozu në kuvend kushtim, kuvendi zgjodh kryesi, edhe kryon kushte që të marrin pjesë në u regjistru partia dhe të marrin pjesë në zgjedhjet e vitit 2002. Sa e mbaj mend. General, si ishin pozicionet e juaja, do të thotë si individ në këtë përbërje të BDI-s? Po, në përbërje të BDI-s në fillim, kur u formu, jo të BDI-s, por kur u formu këshilli, unë nuk isha antari këshillit, edhe pse punonja për këshillin. Me formimin e BDI-s, unë isha vetëm antari kryesis. Me njerë pas asaj, patëm një, të them, mos marrëveshje, ashtu unë u largova prej kryesis, e lëshova mbledhjen, edhe thash se nuk do të vi, kërkova prej kryetarit, normal, që në qoftë se aty jenë 2 prej antarëve që unë nuk mund të bashkëpunonja me ta, nuk do të vi. Paknetja jeme ishte prej fillimit për shkak se me njerë mbas asaj u kriju shtabi për zgjedhjet të asaj koha, zgjedhjet parlamentare, edhe BDI-ja vënoheshte në këtë drejtim. Sigurisht që ata që i dushte ta bëjnë, ta përshpejtojnë këtë punë, nuk ishin përvojë për kësaj mënyrës të organizimit, edhe unë përgatita një projekt për organizimin e partisë, normalisht për të fituar zgjedhjet. Provova të çoj, në atë kohë ishte Musa Xhaferi, sekretar i partisë. Ai tha që ala ne s'kemi bë komisione për këtë punë. Nëse doni diçka të mos bëhet, bëni komision. U revoltova, u largova, edhe shkova në Shqipkuvit, mendohesha se atë projektin ta djeg, ta zhduki. Pastaj më kujtu, kur si tem psikikisht u rehabilitova vetiu, thash është më mirë, se unë nuk e kam bë atë për dikë, po e kam bë për çështjen shqiptare në përgjithësi edhe për BDI-n e cila do të kontribon. Vendosa që nesër mëngjes edhe ashtu e bëna, shkova ke Aliu, në bazë të respin luft, i thash e kam punu qëkët, po tu jenë punë, përdoreni. E murë, thaj, do të në hijen punë, është në rregull, po një antare e kryesisë që ishte në atë takimin tem me Musën për këtë program veç i kishte tregu kryetarit se kishte një farë përplasje tonën. Por mirë kuptime kam fjalën, edhe mbajti atë program, atë projektin, në mbledhjen dytë ose nesrit u kriju shtabi, edhe Aliu propozoi që shtabin ta udhëheqë unë. Sigurisht që e pa atë elaboratin, edhe kështu që më emron për shef të shtabit për zgjedhjet parlamentare të vitit 2002, edhe unë vazhdova të punoj. Ishit edhe në përbërjen e parë parlamentare, të thotë në atë vitin 2002? Po, isha, kam qenë udhëheqësi listës në zonën zgjedhore numër 5, që i përfshinte në atë kohë Kërçovën, Dibrën, Strugën, krejt. Kjo zonë faktikisht nuk ka pësu shumë ndryshime, me atë që Zajazi ishte jashta, duheshte të jetë brenda, të shtej praposh Zajazi jashta, bëhen do ndryshime që kanë të bëjnë edhe me ndarjen territoriale. Zotëri Aslani, çdo herë keni qenë shumë afër Ali Ahmetit, keni qenë një ndër figurat kyçe të BDI-s. Edhe për një moment do thotë shokut opinionin me disa paknacit me kalimin e viteve në BDI, shpërthyn ato paknacit në BDI rreth se generalit mund të largohet ose një gjë e tillë. Si ndodhi kjo, na elaboroni pak më gjerësisht? Shive, unë në 2006 unë kom dashur të largohem, për shkak se deri në 2006 isha edhe sekretar i përgjithshëm, ose sekretar general i Bashkimit Demokratik për Integrim, pastaj i fituam edhe zgjedhjet të 2006-s, edhe unë doshte që të largohem. Brenda kohës, partia VMRO të përmëneje që kishte fituar zgjedhjet, nuk e morë Bashkimin Demokratik në koalicion, por
e muar PDSH. Fillon protestat e Bashkimit Demokratik për Integrim të qytetarëve dhe kështu me radhë. Ato protesta përsëri unë në një mënyrë i udhëheqë, jo në rrugë, po në shtëpi, organizimin, paraqitjen, kërkesat edhe kështu me radhë. Edhe normalisht i raportoja kryetarit, është krejtësisht e natyrshme ajo. Pas 2 vjetëve, në 2008-ën, unë ma nuk isha shefi shtabit të Bashkimit Demokratik për Integrim. Në ato zgjedhje, më duket në ato, ndodhën vrasje në gjatë zgjedhjeve, edhe u acaru situata, pastaj u përsëritën zgjedhjet, në ato zgjedhjet prap në një mënyrë kërkon për meje që unë të ndihmoj për organizimin e zgjedhjeve, u bëjë punë, u fitun zgjedhjet. Pakënacia ju lindi kur ju largum prej shtabit? Jo, ajo nuk më kanë largu mu prej shtabit, ato gjithmonë më kanë kërku edhe kur s'kam qenë unë shef shtabi, kanë kërku që unë të ndihmoj, edhe unë nuk kam ndihmu, edhe puna e shtabit të Bashkimit Demokratik për Integrim gjithmonë është bërë në bazë të elaboratit që unë kom dhënë se elaborat është për të gjitha zgjedhjet. Duhet vetëm të bëhet një përshtatje e tyre. Por në këtë situatë, këtë pyetjen që ju ma drejtohet, situata shkonte drejt asaj që shqiptarët mos përmenden në Republikën e Maqedonisë, dhe tendenca ka qenë prej në vitin 2001 me ndryshimin e preambulës, që dushim të gjithë jemi qytetarë të barabartë të Republikës së Maqedonisë, edhe Maqedonia të jetë shtet, ashtu temi demokratik, shtet i qytetarëve. Kjo ishte vetëm brengosja juaj, apo edhe gjithë struktura? Jo, unë flasë për brengosjet e mia. Për shkak se BD-ja nuk arriti... Nëse shqiptarët nuk kanë qenë të parashikuar që t'jenë në kushtetut ashtu si që keni para pa ju, do thotë kjo nuk ka qenë edhe brengosje e liderit të BD-s, apo? Jo, ka qenë edhe atia, po kjo brengosje nuk gjeti vend në angazhimin për t'i rregullu punët. Për shembull tash, në qoftë se shohim edhe situatën e sotshme. Shqiptarët përmenden vetëm si përmenden në preambulë, ndërsa brenda në kushtetut përmenden si përqindje. Edhe shndërimi i qytetarëve, të themi konkretisht i shqiptarëve në numra, është punë e rrezikshme. Është njësoj si ajo që ndodhte në luftën e dytë botërore, në përkampet e përqendrimit njerëzit të shndrohen në numra. Nuk është e njëjtë, se tash nuk mundet edhe të ndodhë ashtu, por në realitet është në atë drejtim që shqiptarët mos përmenden për të drejtat e tyre, për pjesëmarrjen e për gjuhën e ku diun çka, po thotë nëse janë mbi kaq përqind atëherë kanë këtë të drejtë, a në anën tjetër nuk e bëjnë regjistrimin. Nëse nuk e bëjnë regjistrimin, ne nuk e dimë sa jemi. Edhe de facto ne na bllokojnë në numrin 25% ashtu siç ka dalë në vitin 2002, ashtu tamam, gjë që është në dam të shqiptarëve. Kush përthej pakënacia në mes jush edhe Ali Ahmeti? Cili ishte do thotë kulminacioni kur ju vendosët që të largoheni? Pakënacia vjen për gjitha këtyne, po kulminon me çështjen e pranimit të sistemës të re, e cila do ta përfaqësonte Maqedoninë si shtet. Në STEM propozohet jetë Luani. Që në bazë disa analistëve nga Shqipëria dhe Kosova thanë që ka edhe sinjale i lire ato. Po tashive, nuk mund të besohet të gjithë që ka flasin, dikush edhe në mënyrë jo shkencore nxjerr diçka. Neve, unë sa jam i njoftuar, i lirët nuk kam pas simbol. Luanin e kam pas shteti bulgar, e kam pas atje ku ka Luan, por ne këtu nuk kemi pas atë, edhe pse flitet se në jugun e Shqipërisë dikush për hir të shoqës, pse e ka marrë një gru ku diun prej ku edhe e ka pas, pa e s'do të thotë se e kam pas shqiptarët, se e kam pas ilirët, nëse shkojmë për ilirët 72 fisë, sa kanë qenë ato, unë nuk e di se sa ka qenë i pranishëm Luani si simbol i fiseve ilire. Ishte vështirë
ti komunikoni liderit Ahmeti që ju nuk jeni veçmë në pjesë e strukturave, apo Jo. keni pas takime deri Jo, largim? kemi pas takime, kemi bisedu me Abazin, me Aliun, i kom thënë që unë ma nuk e ndaj mendimin së bashku me këtë programin po jo atë që ka punohat. Dhe në program nuk shkruhet se do të ndrojmë stemën të bëjmë luan. Kur vjen puna që të bëjmë luan, atëre normalisht që unë dhe të kësha kundërshtu gjithmonë. Stema duhet të përfaqëson atë që ka shteti brenda. Në shprehjet e liderit Ahmeti, ai në mënyrë emocionale ka tregu se ka pas respekt jashtëzakonisht veçantë për ju dhe çdo herë ka dashur që ju të jeni pjesë e ekipit të tij më të ngushtë dhe thot për të punu. Disi pastaj edhe për veprimi juaj për themelimin e subjektit të ri politik nuk ka rezultuar mirë nuk ka reflektuar mirë tek lideri Ahmeti. Kishit ju këto ambicie, do thotë kur lindën pak nacit, ju lindi ideja që të themeloni me njëherë subjekt politik apo ne kemi të gjithë. Çdo person ka obligimet e veta që i ka kriju gjatë punës, kalimit të kohës. Ne fillum të shndrohemi në persona ose subjekt i cili vendos lule në përvarezat e dëshmorëve. Dëshmorët e ushtrisë qëllimtare kombëtare nuk kanë rënë për lule. Ata kanë rënë për liritë dhe të drejtat e shqiptarëve. Edhe nëse liritë dhe të drejtat e shqiptarëve cënohen, edhe nuk realizohet ajo që është në kushtetut, mu e kaluara ime më obligon që të reagoj pa dallim se në cilën mosh jam unë. Edhe ky reagim është në drejtim të asaj që shqiptarët jo në letra, jo në fjalë, por në vepra të i gëzojnë liritë dhe të drejtat e veta. Të gjithë e shohim se si shkon kjo punë. Edhe ishte obligimi im pa me u idhëru me zotin Ahmeti, nuk ka nevojë unë me Aliun të idhërohem për këtë punë. Normalisht është të kemi ide të ndryshme, pa me e përfshi këtu edhe luftën e ushtrisë qëllimtare kombëtare. Në atë kohë, deri në nënshkrimin e marrëveshjes së Ohrit dhe vazhdimin e implementimit të saj, puna shkonte në rregull. Ishim në koalicion me Socialdemokratët, mendoj se edhe ajo kontribui që Socialdemokratët në atë kohë, duke i shfrytzu në propagandën e vetë Partia VMRO DPMN, ti humbin edhe zgjedhjet për shkak se jenë pajtu që shqiptarët t'i kenë ata të drejta që i parashit e kushtetuta të realizohen edhe kështu me radhë. 2006-2008 ishte periudha kur PDSH-ja u fut në pushtet, në koalicion në qeveri, edhe u kryon qera kushte. Për ata 2 vjet u amortizu situata, edhe me kthimin e BDI-s përsëri, unë mendoj se pa marrëveshje politike, për realizimin e marrëveshjes definitivisht edhe të drejtave tjera, për shkak se të drejtat asnjëherë nuk janë mjaft. Tash ajo që është bërë 2001-shin, ka 15 vjet dallim, bota ka ecë përpara. Ne në atë kohë kishim ushtrinë edhe policinë nëpër kufi, në zonat kufitare, tash nuk i kemi. Në atë kohë dushte me pasaport kemet të lëvizish në përkufi, tash e kemi letër njoftimi. Edhe po ecim përpara në bazë të kriteriumeve evropiane që të kufi të marginalizohen, të ngelin kufi katastre të shteteve fqinje dhe njerëzit, idetë edhe mallrat të lëvizin në mënyrë të drejtë. General, kur vendoset të themeloni unitetin, keni qenë të bindun që do të tërheqni një pjesë edhe të deputetëve edhe të strukturave të BDI-s? Edhe sa keni arrit këtë të bëni? Jo, nuk kam qenë i bindur për shkak se ka konflikt interesash. Ndryshe është të tërhiqni prej një partije e cila nuk është në pushtet, edhe është krejtësisht ndryshe të mbani shpresë se do të vinte ju njerëz të cilët jenë në punë ose të punësuar, të themi, të niveleve nga më të larta deri poshtë, të cilët do ta kishin humbur
ekzistencën ekonomike. Këtu kene në Ballkan, apo saqërisht kene bëhet një ndikim i fuqishëm, mos e quaj luftë, për shkarkimin e të gjithë njerëzve të cilët nuk pajtohen me mënyrën e mendimit të atij grupi social, të themi, ose politik, tashmë si parti. Ne nuk kemi pas shpresë për shkak se kemi ditë se ajo punë nuk bëhet. Kemi kontakte me shumë njerëz, të gjithë tonë se pajtohen me këtë që po e bëjmë ne, por të gjithë tonë kemi problem se i bëjmë dam kushëririt, i bëjmë dam kujt, i bëjmë dam vetes, edhe presioni është aq i fuqishëm sa që njerëzit mendohen çka duhet të bëjnë. E de facto kanë edhe frikë për gjendjen ekonomike të vetën, se jo në i frikë tjetër. General, pse uniteti? Për emrin mendoni. Ne kishim mendonim për më tepër mënyra të krijimit të emrit të unitetit. Në këtë pjesë kishim shumë probleme me gjykatën për regjistrimin. Për shkak se ka një nga ata gjykatësit, një gjykatëse që dushte net na regjistron, na vendosi kusht që në asnjë mënyrë në emrin e partisë të mos përdoret asnjë emër i cili është i përdorur te partitë tjera. Për shembull demokratike, për shembull socialiste, për shembull ku diun çfarë. Edhe në këta zgjedhje ne gjetëm me të vërtet një zgjidhje të asaj që e mendonim të krijojmë nocion, të krijojmë një emër i cili do ta shpreh nocionin. Mendojmë se uniteti do të thot uniteti diversiteteve ose bashkësi e dallimeve që ekzistojnë te ne, brenda shqiptarëve, brenda shtetit, po edhe në nivel evropian. Uniteti i diversiteteve është i vlefshëm tash edhe me librin e bardhë të Këshillit të Evropës, i cili diskuton për bashkëpunim ndërkulturor, që të mundet të funksionojë edhe gjë të cilën ne na duhet kohë për ta kuptuar. Arsyeja është se nëse një popull gjerman pranon të jetë pakicë relative në nivelin evropian, atëherë këtë duhet ta kuptojmë të gjithë neve që në këtë situatë, për të mundësuar të plotësohen kriteriumet e Bashkimit Evropian edhe të asaj që shkon në drejtim të zhvillimit global, neve duhet të krijojmë kushte që të zhvillohet dialogu ndërkulturor, të afrohemi, por normalisht duke ruajtur identitetin kombëtar tonin, kulturën, historinë, traditat e kështu me radhë. Neve në Maqedoni këto i kemi probleme. Keni pas si pikësynim, do thot uniteti vetë në programin e saj, do thot ka një pikësynim të bashkon, të unifikon, do thot shqiptarët. Në radhë parë shqiptarët. Absolutisht. Po, sigurisht. Sa keni arrit edhe për këtë ju përgëzoj, do thot keni bën një hap edhe një veprim, do thot jashtëzakonisht shumë të mirë. Mirë po, as se si të unifikohen këto subjekte politike. Pse? Uniteti ekziston, tash e bëm ne për vjetorin, vitin e parë, ai do të thotë se nuk kemi punu 12 muaj, se brenda asaj kohe është edhe përgatitja e dokumentave, përgatitja e kongresit, formimi i disa organeve që të mundet me të vërtet të startojmë për zgjedhjet. Kështu që në këtë kohë shumë të shkurtë, brenda të cilës ishte edhe Ramazani, është muaj i normalisht i shqiptarëve musliman dhe duhet të respektohet, është muaj në të cilin njerëzit i përkushtohen Allahut. Pastaj erdhi periudha e pushimeve verore, edhe ne na ngeli shumë pak kohë për të punuar pak më në mënyrë intensive. Ne ju ofruam të gjithë partive politike bashkëpunim, për shkak se ajo ishte dëshira edhe është dëshira e qytetarëve shqiptarë në Republikën e Maqedonisë. Edhe shpresa. Edhe shpresa, se është e vetmja mënyrë që mundet ta zhduk, të zhduk zgjedhjet, ashtu të them, që zhvillohen në kup sistem. Të përdor një, të thënë, për sportin. Këtu tash ne jemi të vendosur në situatë që sado që të jemi parti që paraqitemi për zgjedhje, duhet të ndeshemi mes veti,
Edhe ajo që ka një votë më tepër, ta merë Partia Maqedona, se ajo që dëshiron ta merë. Kësaj mënyrje të ndeshjes, ne mund i kundërvihemi vetëm me bashkëpunim, vetëm me koalicion ose si ta them, të jemi të gjithë së bashku për shkak se kërkesat e popullit shqiptar në Republikën e Maqedonisë nuk janë të ndryshme. Janë të njëjta. Edhe i fillum bisedimet edhe me partinë politike, lëvizjen Besa të them, me LRPDSH-n, me këtë partinë e Rufiut, ose si që RDK-n si që përçan, me LRPDSH-n u morën vesh në kuadër të LRPDSH-s edhe me ne, me RDK-n, një pjesë që ka autorizimin ligjor për të prezentu parti, ndërsa Lëvizja Besa thjesht i ndërpreu bisedimet, bashkëpunimin, edhe pse kishte disa takime, në radhë parë takim personal timin me kryetarin edhe disa antarë të kryesisë, sekretar ose çka kanë funksionet e veta, edhe unë isha me nën kryetarin e sekretarin, pastaj vazhdoi bashkëpunimi ndërmjet njerëzve tonë si ekipe për të zvoglu dallimet që i kemi. E pam se në program nuk kemi dallime. Programi i shqiptarëve është i njëjtë, nuk ka parti politike që paraqet një program tjetër. Herë paraqitet problemi i kantonizimit, problemi i dy dhomësh, organizimi i dy dhomësh, problemet të cilat kërkojnë ndarjen në një mënyrë për ta organizuar parlamentin dy dhomësh, të duhet të ndash, se duhet të zgjedhësh njerëzit kush do t'i përbën ata dy dhoma. Në marrëveshjen e Ohrit, të cilën e kanë nënshkruar edhe ndërkombëtarët, shkruan se nuk ka zgjidhje territoriale në baza etnike. Edhe jo vetëm pse shkruan aty, por arsyeja që shkruan është se Maqedonia në këtë gjendje siç është e pandashme. Shkupi nëse deri në 60, 62-shin, deri në tërmetin ishte mund të themi me një numër të madh të shqiptarëve, ndoshta kanë qenë edhe bashkësia më e madhe etnike relativisht me bashkësitë të tjera, pas tërmetit u bë shumicë. Për të bërë kantone, patjetër që ka nevojë për referendum. Nëse ne bëjmë një referendum për t'i bërë këta kantonet, atëherë shqiptarët Shkupin sigurisht që e hupin. General, keni pas takime edhe me Zjadin Sejlen, liderin e LRPDSH-s, edhe me Biljal Kasamin nga Lëvizja Besa. Ku i pa dallimet? Nuk kemi. Unë ju them. Pse nuk bashkojnë? Nuk kemi, për nuk e dim. Atë jem të e thanë se nuk u sqaru Lëvizja Besa, nuk e pranojmë këtë qëndrim ose atë qëndrim. Nuk kemi asnjë informatë pse nuk jemi bashkë. Me këtë reputacion që keni tentu, do të thotë, t'i ulni të dy liderët edhe t'i thoni që tashmë është interesi shqiptar dhe duhet t'i lëm interesat personale në një anë për hir të interesit kombëtar shqiptar. E keni bë këtë? Jo, unë kam qenë ke Besa, jam taku edhe me Zjadinin, u takuam atëherë edhe mbas kërkesave të Zaevit. Zaevi kërkoi një herë, dy herë edhe u krye ajo punë, u ndal, më duket se bëni një hap shumë të madh, të e mendu se do t'i mblidhen shqiptarët rreth politikës të lidhje social-demokrate, gjë për cilën unë mendoj se nuk është e mundur për shkak se tash nëse fillohet ashtu, ata do të krijojnë një parti si ajo që e kishin, Parti Komuniste. Do të jenë të gjithë bashkë aty, ata do të përfaqësojnë shumicë edhe kur në rend ditës nuk vije të zhvillohet kjo. Në partitë shqiptare, u thash që unë jam personalisht jam taku bashkë me nën kryetarin e sekretarin, me kryetarin e Lëvizjes Besa, edhe nuk kishim kundërthënie. U dërguam jo se na e lypën ato, po ne e çuam që programi jon për të vabot të ditur se çka mendon uniteti. Ato na kthyn po ashtu një version të vetin, nuk kishte dallime ndërmjet dy programeve, por nuk kemi arsyetim të na thonë se pse nuk dëshiron, nuk u bëm së bashku. Mund të themi që s'u bëm bashkë se nesër mbarohen procesi i listave. Mbase nuk ka marrëveshje.
në për opinion, gjithandej do thot përflitet se interesi i listave nuk i ka lënë të bashkojnë këto subjekte politike. Keni vrejt diçka të tillë? Jo, në këtë që ne e kemi, normalisht që duhet të bisedohet. Po ne ja arrim që të merremi vesh, të kemi listën e përbashkët, 3 partit, edhe të mund të vazhdojmë në koalicion. Koalicioni nga jashtë, bashkimi nga jashtë shihet ndryshe. Bashkimi nga mrenda, ose të themi koalicioni, se bashkim do të thotë bashkimi i partive, koalicioni nga mrenda shihet ndryshe. Për shkak se kur hyni në koalicion, ju ma nuk mund t'i keni ato 20 vende, si kur jeni vetë, për të konkuru në zonën zgjedhore, cila është e 1, 2, 3, ose cila. Aty do të merren i vesh me partnerin e koalicionin. Nëse jeni 5 veta, do t'i ndani në 5. Edhe do të keni mirë kuptim se bashkimi vjen nga listat e përbashkëta. Nëse ne garojmë të gjithë në zonën e 6, edhe jemi bashku 3 kryetar partish, atëherë të 3 nuk mund të jenë numër 1 në zonën e 6. Do të jetë njëri, eventualisht edhe i dyti. Do të ketë patjetër në shkallëzim, për shkallëzim në pjesëmarrjen aty. E tash do të ishte mirë, ne mendojmë se edhe pas zgjedhjeve mund të ketë hapësirë dhe duhet të ketë hapësirë të pretendohet në një koalicion përsëri mbar shqiptar, të partive politike shqiptare që janë jashtë parlamentit, por në atë kohë mund të flitet edhe me tjerët, në qoftë se nuk ka pjesë të korruptume, nuk ka pjesë mitmarrës edhe kështu me radhë, se ajo është një sëmundje që nuk shërohet. Nuk shërohet, edhe ne jemi kujdes që në unitet të mos kemi persona të tillë, antar të tillë, se do të vazhdojnë infektimi i gjithë tjerëve. General, pse me LRPDSH-n e jo me BES-ën? Ne do të kishim dashtë edhe përsëri e them, pa tjetër që do të duhesh të jetë edhe me BES-ën. Por u them opinionit në përgjithësi, se ne nuk kemi përgjigje prej BES-ës se pse ata nuk pranuan të jemi së bashku. Edhe prandaj mu më mungon përgjigja në pyetjen që ju jeni duke ma bërë. Cilit janë përqet tuaja nga ky themelim i këtij bllokut opozitar? Çka pritni tash zgjedhjet janë më me 11 dhjetor, shumë shpejt, do thotë ju ka zënë pa përgatitur disi apo? Jo, ne kemi firmuar shtabet prej në marrëveshjen e parë të Përzhinës. Kur veç u fol për zgjedhjet, ne kemi formuar shtabet, kemi bërë trajnimin e shtabeve, i kemi përgatitur shtabet të përdek që të dinë se çka duhet të bëjnë, si ta bëjnë ata. Kështu që nuk na ka zënë neve të pa përgatitur, mendojmë se edhe LRPDSH-ja është ashtu, ne kemi caktuar ma veç bashkëpunimin ndërmjet 3 partive. Shefi i shtabit i Joni është në lidhje me shefin e shtabit ose nëse e quajnë ata komisiona, që nuk ka më rëndësi. Kështu që do të veprojmë në koordinim gjatë gjithë zhvillimit të procesit të zgjedhjeve parlamentare në Republikën e Maqedonisë. General, keni menduar që shkon uniteti vetë në zgjedhje? Çdo parti kur formohet mendon të përgatitet që të shkon vetë, se nëse nuk përgatiteni që të shkoni vetë, nuk keni ju energji të mjaftueshme që t'u pëlqen, t'u don dikush të jeni në koalicion. Prandaj gjithmonë identiteti i një partie duhet të ruhet, të zhvillohet deri në fazën që ajo nuk bashkohet me një parti tjetër, të mos them për koalicion po se po këtu duhet të jetë i hapur edhe çështja e bisedës, flasim për më mbrapa, pse të mos kenë një parti shqiptarët. General, mos bashkimi i partive jashtë parlamentare opozitare, a mund të nep atë të drejtë, do thotë që ne t'ja urojmë fitoren BDI-s që tani para zgjedhjeve? Në këtë formë është situata shumë si të them, është delikate, varet se si e shohin këtë punë qytetarët. Ne gjatë periudhës të kampanjës do të flasim për të gjitha çështjet, por sigurisht që ne nuk e kërkojmë votën prej BDI-s, prej PDSH-s ose prej BES-s, ne e kërkojmë prej qytetarëve. Dhe do t'i përmbahemi metodës të punës që t'u shpjegojmë qytetarëve se çka do të punojmë ne.
Edhe sa do të jemi përgjegjës në ata që duhem ta bëjmë. Ka një problem i cili fillon në periudhën e zgjedhjeve edhe vazhdon brenda në parlament. Ajo që ndodh në fushat, kritika të ndërsjellta, pastaj ajo përçohet përsëri ndërmjet deputetëve të cilët do të jenë në parlament, edhe të gjithë kemi vure, kemi bërë edhe analiza tu i pa ata, se gjatë gjithë kohës që zgjat mandati, shpesh këtu kanë qenë gjithmonë t'ja thosh disa vite zgjedhje të parakoshme, deputetët shqiptar kritikohen mes veti, hahen mes veti. Në realitet, në atë kohë, kur këto përplasen mes veti, karvani i partive maqedonase që jenë në pushtet, hecën lirshëm se askush nuk e kritikon. Plus asaj, në këta kushte, partitë maqedonase kanë ditë të bashkohen kundër interesave të shqiptarëve edhe kanë bërë koalicione të fshehta. Në zgjedhjet lokale që kalun, vedim se si ndodhi ajo, në mungesë të bashkëpunimit të partive shqiptare së bashku, paraqiten këta dhe normalisht i damtojnë pjesën e kërkesave të shqiptarëve. Gjeral, para themelimit të BDI-s, tha që ka qenë një këshill për bashkimin e një subjektit politik. Ajo nuk ndodhi u prisht. E njëjta gjë edhe tani po na përsëritet, e njëjta gjë ishte edhe në vitin 2009 duket, kur RDK-ja dhe Imer Selmani nuk arritën të bashkohen. Pse ky bashkim bëhet shumë vështirë tek shqiptarët? Kurse nga pala tjetër shohim se BDI-ja VMRO, DPMN-ja dhe LSDM-ja kanë mos them mbi me 10 partitë të cilat kanë bllokun e tyre opozitar. Pse tek shqiptarët këto dallime, ky mos unifikim? Unë kam përshtypjen se prej 2001-shit e mbrapa partitë maqedonase u organizuan në mënyrë tjetër, u organizuan të mbrojnë Maqedoninë nga shqiptarët. Edhe ata, forca edhe veprimi i shqiptarëve i bashkon. Ndërsa ne ende nuk e kemi kuptuar se ne ndaj asaj force normalisht shoveniste ose jo të mirëfillt të themi, ne duhet patjetër po ashtu të bashkohemi. Edhe kësaj situate mund t'i ndihmon vetëm veprimi i përbashkët i shqiptarëve. Hipotetike ta marrim, nëse pas zgjedhjeve ato parti marrin 1, 5, 3 deputet, kush sa merr. Nëse asnjëra nuk shkon, ti je në qeveri, nuk je në koalicion me atë, por vendos t'i thot po të na i mbushnit, na i plotësoni kërkesat tona. Edhe ajo t'jetë transparente. Atëherë, dashka ose nuk dashka, ajo parti e cila do t'i fiton prej palës maqedonase, në një mënyrë do t'jetë e detyrueshme të ketë në radhët brenda parlamentit, ketë edhe shqiptare, nuk mund të funksionon pa shqiptarët. General, ekskluzive diçka për televizionin ton, cila ka qenë kërkesa e unitetit për tek Zjadin Sela dhe tek RDK-ja që mund t'jeni në një blok. Çka keni kërku nga këto dy subjekte? Po, ne të unifikoni rreth një programit, keni kërku më shumë vende në lista? Mes nesh mendoni? Po, mes jo, nuk kemi kërku më shumë vende në lista. Në një mënyrë ne mendojshim se ajo duhet të bëhet 6-7-7. Se 7-7-14 edhe 6-20 për listën. E tash kemi qenë gjithmonë të interesuar edhe tash jemi që në listë të ketë figura të cilat kanë autoritet edhe janë besnik të programit politik për t'i realizu kërkesat. Gjithashtu të jenë besnik, nuk do t'hinë në qeveri ose do t'a shpallin veten të pavarur për të ndihmu partive maqedonase që të mos përfshihet programit ton në realizim. Me thirrjen e juaj mos të hymë në qeveri pa një program të detajzuar, pa një marrëveshje, shpresoni që të humbni një pjesë të elektoratit për shkak se gjithë syt i kanë se si t'i bashkohen asaj partie e cila do të jetë në qeveri. Ky bashkim i partive opozitare ka lind një shpresë, do të thotë tek shqiptarët se gjëja se mund të ndodhë ndryshime në skenën politike dhe duhet të bashkohemi rreth këtyre 3 subjekteve me shpresë se do të jenë një ditë në qeveri.
Qëndrimi jonë është se ne nuk do të hymë në qeveri në rast se nuk pranohen kërkesat të shprehura në programin tonë. Ne kërkesat i kemi shumë konkrete. Se problemi i ekonomisë është normal se ne kemi tash një egzot shumë të madh, njerëz të ri të cilët shkojnë jashtë vendit. Edhe ajo mund të ndalet në qoftë se drejtohet zhvillimi i Maqedonisë drejt përmirësimit të gjendjes ekonomike. Atë punë duhet ta bëjmë të gjithë dhe ajo është ndër punët e para që duhet të bëhet, se ky shtet në vend që të turprohet, se nuk mund të siguroj bukën e gojës familjarëve, ai luan me njerëzit të cilët shkojnë në mërgim. Kur është puna për vota, kërkon mënyrë se si të votojnë ata, kur është puna për regjistrimin, jo thot kanë shku. Ku kanë shku? Prandaj kjo pjesa e ekonomisë, ne nuk themi kjo u përket të gjithë qytetarëve këtu, po normalisht që me shumicë është e shqiptarëve. Gjeneral, cila është oferta e unitetit? Pa uniteti kërkojnë kështu, bashkë me koalicionin. Barazit të plot të dy bashkësive etnike shqiptare dhe maqedonase në nivel republikan, ajo do të thotë kërkesë për ndryshimin e preambulës, për shkak se në preambulë numërohen shqiptarët me emën, edhe atë si pjesë e popullit shqiptar, kuptohet, kurse brenda janë të shndruar në përqindje. Ne nuk jemi përqindje, ne jemi qytetar real, nuk kemi numra abstrakt këto. Edhe dëshirojmë që në preambul të jetë ashtu si që është, ose të kalojmë të gjithë të jemi qytetar të barabartë. Pa dallim nga shqiptarët çka jenë, edhe maqedonasit, edhe mos përmenden emrat, ka edhe një numër të bullgarëve të cilët jenë në gjendje po ashtu të keqe, numër i mjaftueshëm, që meriton të bëhet pjesë e popullit në Republikën e Maqedonisë. Po ne kemi gajlen tonë, kemi angazhimin tonë. Kërkojmë të shpërbohet sekretariati për implementimin e marrëveshjes të Ohrit. Arsyeja është se sekretariati është kriju diku 2008. Është kthinë në të cilën humbet marrëveshja e Ohrit. Në atë sekretariat kërkohet që të rregullohet përqindja e pjesëmarrja e drejtë, si thomi ne, dhe adekuate, në realitet. Ajo është i kriju që kur të kërkojnë shqiptarët diçka, jo e keni sekretariatin zgjidhjen e atje. Ne mendojmë se përgjegjës për pjesëmarrjen e drejtë duhet të jetë vetë ministri ose drejtori i një drejtorie i cili udhëheqën. Kushtetuta atë e obligon që në resorin e tij të ketë 25% shqiptar. Kjo shpresoj që do t'ju pranohet. Po, ne do t'insistojmë. Punësimin e administratë, 1.000, 2.000, kush si i përmend këta që jenë të pranu, po nuk jenë në punë. Ata kanë dy dame. Një dam është që u bëhet shqiptarve, se në spartele nuk takon në një shqiptar, ajo plaku, ose i riu, kush e dije, kush se dije gjuhën, po shumë për tyne nuk i din të drejtat. Edhe ai në spartel, shqiptari, do të mundet sigurisht, prandaj është edhe për ndryshe këshim po një fabrikë, ishtem shqiptarët në punë edhe administrata le të ngjerë në Maqedonës, e po. Pa to duhet të shërbejnë shqiptarve, e para, e dyta. Ata persona jenë po ashtu të dëmtu, për shkak se nuk jenë në punë, nuk kanë përvojë pune edhe nuk mund të përparojnë në hierarkinë. Prandaj është edhe në të mirën e tyre që ata të hinë në punë sa ma shpejt, të ndihmojnë shqiptarëve edhe të ndihmojnë vetes në përparimin në strukturat e administratës. Me këtë parashijet do thotë që ju të bëni sistemimin e administratës? Patjetër duhet të shkojnë ata në punë. 3 ditë nëse nuk shkon një njeri në punë, e përzan prej pune. A këtu ka njerëz si me vite nuk shkojnë në punë, rrogën e marrin. Po atëre, cilë është qëllimi që neve të bëhemi pjesë e nevojshme në administratë për të shërbyer shqiptarëve sigurisht. E kemi punësimin në polici dhe punësimin në ushtri. E keni dëgjuar ish ministrja për punë brendshme që tonte do t'i ka për qafe shqiptarët ose për veshje dikë tjetër. Çdo konkurs për pranimin e policëve tonte nuk janë të aftë shqiptarët edhe e mbushte me Maqedonas. Unë kam qenë shefi shtabit të trupave të mbrojtjes të Kosovës. Unë miku kërkonte në bazë të sistematizimit të vendeve të punës, i kishte caktuar në cilin vend pune do jetë serb,
në cilin vend pune do jetë bosnjak, në cilin vend pune do jetë shqiptar, kosovar. Këtu, Ministria për Punë Brendshme, 25% në çdo konkurs duhet ta cakton në cilin informacion do të jetë ai shqiptari, edhe ai do të plotësohet me shqiptar. Jo, nuk ka, po të shumë kollaj, te e ke komisionin, te e ke testimin, te e ke kretë punët, edhe gjithmonë i zdrojsh shqiptarët, për të mbosh me Maqedonas. Ashtu kushtetuta nuk realizohet, prandaj ne themi, sekretariati duhet të shbëhet, ministri duhet të jetë përgjegjës për këtë punë, ose ai që e udhëheq një dikaster të administratës. Përdorimi i zyrtarit gjuhës shqipe në kushtetutë është si rregullu? Po çka kanë bë? Prej nivelit kushtetuese kanë zbrit në nivel ligjor. Edhe atje është caktuar si përdoret, ku përdoret, çka përdoret. Ai ligj duhet të zhbëhet. Ne kërkojmë që gjuha shqipe të jetë gjuhë zyrtare në gjithë territorin, po çka nuk e kuptojnë edhe nuk është sqaruar maqedonasve. Ne kërkojmë që shqiptarët të flasin shqip me shtetin, me institucionet, dhe shteti, institucionet, të flet shqip me shqiptarët. Jo, si që mendon dikush, por në Strumbic. Po aqe ku s'ka shqiptar, çka do të flet ai, s'kush do flet shqip? Pra këtu kemi do keq kuptime. Ne dëshirojmë që kur t'i paraqitemi shtetit shqip, në e përgjegjen shqip. Kur del një patroll e policisë në rrugë, unë e di se ajo do të mundohet të flet edhe gjuhën e dreqit, për të dënu vozicin. Ne dëshirojmë që ai të ketë urdhresën e punës në gjuhën shqipe. Ta ketë edhe në gjuhën maqedone. Në me thënë, përdorim zyrtar kjo është. Po kjo është përdorim zyrtar, nuk o përdorim zyrtar, po ai polic din me fol edhe shqip, po që kam duhet mu ai pse din, unë di maqedonisht flas me të. Ama ne kërkojmë që polici urdhresën ta ketë, shembull marri, ta ketë në gjuhën shqipe. Ju sot kontrolloni regjistrimin e partive politike, ta shihni se është krejt i përkufizu edhe në gjuhën maqedone, duke fut diçka shqip. A atë bëjnë gjykatat? Sot gjykata kushtetuese në rregulloren e vet që e rregullon punën, më duket se e ka që do të vepron në gjuhën maqedone. Ne kemi bërë një kërkesë që na e pranon edhe shqip, po e çuam edhe shqip edhe maqedonisht. Po para asaj u interesum ta shohim kishte gjasa që të na e kthejnë, mos ta pranojnë. Mandej kërkojmë, nëse ne jemi në 2002-shin 25%, nuk jemi tash 30-33? Do thotë kërkoni regjistrim. Po ne kërkojmë regjistrim, po jo me këtë statistik. Aty nuk ka shqiptar, aty falsifikohet. Edhe nga ajo statistik që ne e bëjmë veç, derse patjetër kushtetuta e ka caktuar në marrjen e vendimeve, në pjesëmarrjen proporcionale dhe të drejtë, njëri prej 3 posteve do t'u takon shqiptarëve. Qoftë jetë kryetari i shtetit, kryeministri ose Cila ka qenë përpjekje edhe e BDI-s? Po nuk e realizon. Edhe kryon një armiqësi me kryetarin të shtetit, e shpallën se është i pavlefshëm, a në realitet i cenzusi ose numri i nevojshëm i votave për ta zgjedhur kryetarin nga 450.000 zbritën në 370, më duket, kështu që kryetari zgjidhet s'ka nevojë për votat e shqiptarëve. 2 bashkia etnike Maqedona, së bashku me ata që i ka me vete, makedonci muslimani, turqi, po diun kë, ose edhe torbeshët, nëse jenë atje, ata i bëjnë 370.000 vete dhe zgjedhin vetë kryetarin. Prandaj kryetari pse me i respektu shqiptarët? Nuk varet për ata. Këtë nuk mund të lejojmë. Ne kërkojmë që kryetarit zgjidhet brenda në parlament me votim të dyfisht. Pse të mos zgjidhet? Kur mund të zgjedhim një gjykatës të kushtetueses me votim të dyfisht, i cili duhet bie vendim, pse të mos ta zgjedhim kryetarin e shtetit, e para e dyta, kur shkojmë ke gjykata kushtetuese, edhe që kërkojmë ndryshime. Në gjykata kushtetuese në parlament zgjidhet me votim të dyfisht. Kurse kur bie vendime, nuk ka votim të dyfisht. Cila është tash arsyeja që ajo zgjidhet me votim të dyfisht? Kur mbrëje atje ku duhet ta merr vendimin, ai nuk zbatohet. Edhe ndoshta kam pas frikë pala Maqedonase për kësaj pune, po tash, po të ishte gjykata me votim të dyfisht, nuk do të ndodheshin gjithë këta punë që ndodhen në Republikën e Maqedonisë me
kryetarin e shtetit, me faljet e ku diun kryet këta që ishin punët. Riorganizimi kërkojmë i Komitetit për Marrëdhënien Ndëretnike. Në komitetin, brenda në kuadër të parlamentit, janë 7 deputet Maqedonas, 7 shqiptar. Në matematikë, nëse votojnë këto 7 po, edhe këto 7 jo, bie 0. Atëherë kush vendos për çështjen? Vendosin deputetët antarë që janë turk, rom, ata që jenë, të themi, nuk i takojnë shumicës, po nuk u takojnë as shqiptarëve, edhe çështja që duhet të zgjidhet në komitet nuk mund të zgjidhet, prandaj komiteti deri tani nuk ka asnjë zgjidhje që i ka propozuar parlamentit. Ne këtë mendojmë se është mirë kjo të jetë në kuadër të kryetarit, edhe ligjet para se të propozohen të kalojnë si ide te kryetari në bashkëpunim me këta, për të parë nëse i cekin të drejtat, lirit dhe të drejtat të pjesët që nuk është shumicë në Republikën e Maqedonisë dhe në parlament, kuptohet. Për buxhetin është bo flitet në 4 anët, po këtu kemi një element i cili nuk trajtohet si duhet, e kemi vetëqeverisjen lokale. Vetëqeverisja lokale këtu nuk funksionon, këtu funksionon decentralizimi i pushtetit. Ne kërkojmë që vetëqeverisja lokale të përputhet me kërkesat e kartës evropiane për qeverisje lokale, ajo do të thotë të ketë 2 shkallë edhe një, të themi, një ndarje më të ulët, duke filluar preke bashkësitë lokale, komunat edhe qarku. Këtu tash i kemi këto organizimin më gjerë se komuna, regionet i kanë kriju, pa ata nuk jenë as në kushtetut, nuk jenë në përligje, nuk jenë kur gjo prej atyne. Ne dëshirojmë që kjo karta evropiane të zbatohet këtu, edhe deputetët kur vije dhe puna e buxhetit, do të angazhohen për buxhetin e regionit vetë ose të qarkut të vetë, që është në zbatim në të gjitha shtetet që pretendojnë për bashkimin evropian dhe që jenë në bashkimin evropian. General, jemi krejtësisht në fund, si janë pritjet e 3 partive politike vis-a-vis tash zgjedhjeve? Çka pritni nga këto zgjedhje, sa jeni të përgatitur për dalë triumfues në këto zgjedhje? Po ne jemi... A keni ndonjë limit të numrit të deputetëve me sa do të jeni të kënaqur? Ju e dini se përvoja treguan se çdo prognozë me numra është e dështuar. Po, nuk është mirë me e thanë ashtu, për shkak se ne edhe si parti jemi aq të varfra sa nuk mund të bëjmë edhe sondazh. Po pse jemi të varfra? Po nëse nuk pajtohemi me varfërinë që e kemi, atëherë do të korruptohemi prej tash. Edhe ne shpallim luftë mitos edhe korrupsionit, edhe nuk dëshirojmë që t'jemi aty. Punojmë sa më shumë, të japim mundësi qytetarit votues të njihet me programin ton, edhe të vendos cilin do të duhet të votoj. Presim të kemi grup parlamentare dhe ma tepër, por ato do të vendos sovrani. Ne nuk thomi se jemi në koalicion me sovranin, për shkak se askush nuk mund të jetë në koalicion me sovranin. Ne jemi në koalicion mes partive edhe kërkojmë prej sovranit të na jep autoritetin të mund të vendosim në kuadër të parlamentit. General, mu nuk më mbetet asgjë tjetër, vetëm t'ju falenderoj për kohën që ndajtët, t'ju urojmë shumë suksese në zgjedhjet e 11 dhjetorit dhe shpresojmë që deri atëherë t'ju kemi prapë në këtë studio, por edhe pas zgjedhjeve për pritjet dhe rezultatet të cilet i keni arritur. Unë po ashtu u falenderoj që na respektuat me ftesën të bëhemi pjesë e programit tuaj, edhe të kemi mundësi të informojmë qytetarët për atë çka mendojmë ne se duhet të bëhet, duke shtu se për ne është shumë e rëndësi çështja shqiptare, çështja e lirive dhe të drejtave të qytetarit dhe jo vendi që unë do ta zaj në parlament ose diku tjetër në qoftë se kandidohem. Ndërsa ju qytetarë të dashur shikues të televizionit Nova, unë takim të radhës ju lidh të shtunën e ardhshme me fillim në ora 16. Shpresojmë që deri në datën e mbajtjes së zgjedhjeve do t'i kemi edhe liderët e tjerë partijak për të marrë vlerësimin dhe opinionin e tyre se çka mund t'i ofrojnë elektoratit shqiptar. Deri atëherë, mirëmbëjtje.